Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të folur rreth ngjarjeve më të fundit, që në fakt publiku është më së shumti kurioz. Tani do të ndaloj të flas për Ledion Liçon dhe Sara Hoxhën. Jam ndoshta i vetmi gazetar që në shumicën e rasteve e trajtoj si temë. Nga që kureshtja e publikut është shumë e madhe për të ditur rreth këtij çifti dhe për të kuptuar pse ky çift në thelb është kaq çift i heshtur. Me thënë është kaq çift i qetë, është kaq çift i mbyllur, gjë e cila në fakt ngre kureshtje dhe pikpyetje se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Tani, për të thënë që Ledioni dhe Sara janë të ndarë, do me thënë duhet kesh shumë logjik të dobët. Pse duhet kesh logjik të dobët? Fillimisht njëherë Ledioni dhe Sara kanë një marrëdhënie korrekte, gjë të cilën e ka thënë Ledioni edhe në Big Brother, nëse ne dim të lexojmë nën buzë, do kuptojmë atë se çfarë ai ka thënë dhe ka dashur të shprehë në të vërtetë. Me thënë Ledioni ka shprehur respekt, Ledioni ka shprehur mirënjohje, ka shprehur falënderim, ka shprehur dashuri, ka shprehur atë vlerën e bukur që nuk e shpreh njeri në këtë botë. Ledioni ka ditur ta shprehën dhe e ka shpreh. Me thënë e ka treguar këtë ndjesinë. Nga ana tjetër kemi Sarën, e cila ka një përkushtim të jashtëzakonshëm në televizionin e saj dhe është shumë e tërhequr nga jeta publike. Tani, nga që Sara nuk bëhet publike shumë, do me thënë kjo është ajo pikpyetja që publiku e ka, po mirë, atëherë marrëdhënia e këtyre është e krisur. Jo, nuk do të thotë kjo. Në qoftë se një njeri ka përzgjedhur që të ketë të gjitha të pasurinë që ka Sara Hoxha dhe të mos të jetë publike, kjo nuk do të thotë që është marrëdhënie e krisur dhe nuk do të thotë që është marrëdhënie që është jo funksionale, po përkundrazi, do me thënë Sara nuk është figurë publike, ajo është shumë pak aktive në rrjetet sociale, ajo poston vetëm gjëra që kanë të bëjnë me promovimin e televizionit të saj, me arritjet që ka televizioni Top Channel. Për shembull, postimi i fundit ka qenë rreth Digitalbit, ku Sara dhe Ledioni kanë vërtet një pozicion të rëndësishëm në Digital, por nuk dëshiron që jetën e saj private ta bëj publike. Në thelb, Sara dhe Ledioni nuk është se kanë publikuar ndonjëherë, me thënë drejtën, fëmijët në story apo një dalje publike në story, jo sot, por gjithmonë që në momentin që janë bashkë. Dhe kjo nuk do të thotë që ne duhet të bazohemi tek storyt për të vendosur për marrëdhënien, për të dhënë verdiktin në fakt të një marrëdhënies të një çiftit. Nga informacionet që kam arritur të marr unë, marrëdhënia është shumë e bukur, nuk ka patur asnjëherë krisje në raport të çiftit. Sara dhe Ledioni vazhdojnë të jenë shumë të lumtur, vazhdojnë të jenë shumë pozitiv, vazhdojnë të dhurojnë shumë energji të mirë me njëri tjetrin dhe vazhdojnë që të kenë adrenalin të bukur familjare. Do me thënë, çifti është në rregull, po punon me një intensitet shumë të lartë, do të kuptoni në ditët në vazhdim se çfarë Big Brotheri po përgatitet që do të mbetni pa fjalë, dhe kjo do ta bën situatën edhe më të bukur.